Kam derin që sot të hap kryezën e Rumbullakët me rastin e shënimit të javës së ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Jemi në muajin maj, në javën e për të rritur ndërgjegjësimin për shëndetin mendor dhe për të afirmuar angazhimin ton për të mbrojtur dhe përmirësuar shëndetin mendor. Tema e këtij viti është komuniteti. Këtë javë do të flasim më shumë për shëndetin mendor, se si ta mbështesim mirëqenien mendore të njëri tjetrit. Jemi mbledhur sot në këtë kryezë të Rumbullakët për shënuar javën e ndërgjegjësimit shëndetit mendor me synim të rritjes së ndërgjegjësimit për shëndetin mendor për të ndihmuar edukimin dhe informimin e gjithë qytetarëve që të kuptojnë rëndësinë dhe kujdesin që duhet ofruar për shëndetin mendor, që shëndeti mendor duhet vlerësohet dhe promovohet. Tema e javës së ndërgjegjësimit në këtë vit është komuniteti. Qëllimi ynë është që të festohet fuqia dhe rëndësia e komunitetit, të qenurit pjesë e një komuniteti sigurt dhe pozitiv është jetike për shëndetin dhe mirëqenien tonë mendore. Kur flasim për shëndetin mendor është një temë që prek secilin prej nesh, nuk është një çështje që duhet mendohet dhe trajtohet si çështje individuale. Shëndeti mendor duhet menduar si një përgjegjësi e komunitetit. Shëndeti mendor nuk është i veçuar, ai ndikohet nga mjedisi, nga marrëdhëniet tona dhe nga komuniteti. Ne ndihemi më të shëndetshëm kur kemi lidhje të forta me njerëz dhe me komunitete mbështetëse që na ndihmojnë të ndihemi se nuk jemi vetëm. Komuniteti mund të ofrojë një pjesë përkatësie, sigurie, mbështetje në kohë të vështira dhe të japim një kuptim qëllimit tonë. Mbështetja në kohë e personave me gjendje të shëndetit mendor mund të bëjë një ndryshim pozitiv në shëndetin dhe mirëqenien mendore. Mirësia e shëndetësisë vazhdon të jetë e përkushtuar për përmirësimin e cilësisë jetës personave me çrregullime mendore, për të zvogëluar stigmën rreth shëndetit mendor, ka ndërmarrë të gjitha veprimet për rritjen e rëndësisë së shëndetit mendor, për trajtimin e barabartë pa diskriminim të personave me çrregullime mendore në funksion të respektimit të integritetit fizik dhe dinjitetit njerëzor. Në ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, ofrimin e mbështetjes nevojshme institucionale për sigurimin e një jetese të shëndetshme për të gjithë për personat në të gjitha moshat. Për të vlerësuar statën e gjithëmbashme të institucioneve shëndetit mendor është realizuar vlerësimi i gjithëmbashëm i shëndetit mendor në të gjitha institucionet shëndetit mendor që mirren me trajtimin e personave me çrregullime mendore nga një ekspertizë kontraktuar përmes marrjes së Bankës Botërore nga Gjermania. Në bashkëpunim me gjithë ju, aktorë relevant fushave specifike janë hartuar 7 udhërrëfyes klinik. Janë hartuar 3 udhëzues dhe në proces janë draft projekt ligji për shëndet mendor, plani strategjik për shëndet mendor 2025-2030 dhe plani veprimit për programin e shëndet mendor, si dhe hartimi i 3 udhërrëfyesve dhe 2 protokoleve klinike. Udhërrëfyesi klinik menaxhimi i spektrit të autizmit, udhërrëfyesi klinik për masat parandaluese të vetvrasjeve, përdorimi i mjeteve të kufizimit, udhërrëfyesi lidhur me rrezikimin e mbidozimit ndaj alkoolit dhe drogave tjera. Nga protokollet kem trajtimi i depresionit, protokolli trajtimi pacientëve me skizofreni. Përmes qarkurës kemi identifikuar nevojat për kontraktime sociale për 3 vite të ardhshme për financimin e shoqërisë civile që punojnë në fushat përkatëse të shëndetit mendor, si të domosdoshme për rujtjen e mirëqenies mendore, si dhe për promovim dhe parandalim të sëmundjeve infektive, HIV-it dhe TB-s, si dhe fuqizimi i të rinjve për një jetë të shëndetshme. Ne do të vazhdojmë të rrisim ndërgjegjësimin për shëndetin mendor për të gjithë grup moshat, të edukojmë gjeneratat për rëndësinë e shëndetit mendor, si dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës së personave me çrregullime mendore. Jam jashtëzakonisht mirënjohës për prezencën e juaj sot këtu. Ju falenderoj dhe uroj që nga kjo tryezë Rumbullakët të dalin rekomandimet bazuara në evidencë në mënyrë që ne si organ politik bërës të hartojmë politikat më të mira të mundshme në fushën e shëndetit mendor. Edhe një herë faleminderit gjithëve. Ndodhemi në javën e ndërgjegjësimit për shëndetin mendor dhe në organizimin e kësaj tryeze temë e kemi komunitetin. Realisht jemi këtu për të reflektuar, për të ngritur zërin për çështjet të cilat pothuajse janë të nënvlerësuara ose për shkak të stigmës edhe të minimizuara për shoqërinë tonë. Andaj të shfrytëzojmë këtë javë të ndërgjegjësimit edhe që të bëhemi bashkë të luftojmë stigmën, sepse nuk ka gjë më të fuqishme se sa komuniteti i cili dëgjon, mbështet dhe nuk paragjykon.
Shëndeti mendor nuk është çështje individuale, është çështje për të gjithë ne, sepse secili nga ne në një moment të caktuar të jetës mund të kalojë në një epizod ankthi, depresioni apo edhe të kenë ndonjë sfidë emocionale për shkak të humbjeve të ndryshme. Të jesh pjesë e komunitetit nuk do të thotë vetëm që të jetojmë afër njëri tjetrit, por që të jemi afër, që mbështesim dhe të kujdesimi për njëri tjetrin. Ndonjëherë mjafton të thuash jam këtu për ty. Në këtë drejtim, ne si institucion, si klinike psikiatrisë, duke ju falendëruar mbështetjes së vazhdueshme që kemi edhe nga menaxhmenti i Qendrës Klinike Universitare, por edhe nga SSKUK-ja, në veçantë Ministria e Shëndetësisë, jemi duke punuar në strukturimin e klinikës së psikiatrisë. Sekretari vetëm se e përmendi se në proces është duke u punuar në hartimin e draft projekt ligjit për shëndetin mendor dhe planin strategjik 2025-2030 dhe planin e veprimit për shëndetin mendor. Jemi duke punuar në mënyrë paralele dhe pothuajse jemi në përfundim të këtyre dy akteve të rëndësishme që do të shërbejnë në strukturimin e mëtejmë të sistemit shëndetit mendor në Kosovë. Në klinikën e psikiatrisë kemi punuar në këtë drejtim po ashtu me qëllim që të profilizojmë klinikën. Kemi bërë reportin për smundjet akute psikotike, reportin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent me shtretër. Kemi rritur kapacitetet e reportit për smundjet e varësisë dhe tani në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë është edhe krijuar komisioni i cili po punon në hartimin e strategjisë së duhur për rritjen e kapaciteteve të mëtejme për reportin e smundjeve të varësisë dhe kjo është në procedurë. Prandaj unë shfrytëzoj rastin që njësoj sikurse edhe sekretari që të shfrytëzojmë këtë rrugë për bashkë të ngrisim tema dhe dalim me konkludimet që do të na shërbejnë për avancimin e shëndetit mendor në përgjithësi. Ju faleminderit. Faleminderit, doktor Hasan.